Në episodin e dytë, hyn Jasoni dhe përpiqet i hedh fajin asaj për dëbimin nga Korinti, sjelljes së saj të pamend, fjalëve dhe kërcënimeve kundër familjes mbretërore. I gjithë episodi shtjellohet si një polemikë e ashpër midis të dyve. Medea akuzon për mos mirënjohje, i kujton ndihmën që ka dhënë kur ky rëmbeu bashkënart në adeun e saj në Kolkid, rreziqet nga të cilat e ka shpëtuar, i kujton betimet martesore që ai ka dhënë dhe faktin që nuk ka ku të kthehet pasi për hatër të tij ka vrarë vllain dhe është e urryer në adeun e saj. Jasoni mbrohet, madje ja mohon ndihmën, duke i thënë se nuk ishte ajo, ishte pasioni injektuar brenda saj nga afërdita. I kujton se martesa me të solli nga një vend barbar në një vend të civilizuar dhe e bëri të njohur në gjithë Greqinë. Pastaj justifikohet që martesën e tanishme me familjen mbretërore po e bën për të mirën e fëmijëve të tij. Pas shumë polemikash, Jasoni ofroi ta ndihmojë atë dhe fëmijët për t'u larguar, por Medea nuk e pranon. Dhe kështu ai largohet duke thirrur perëndit dëshmitare për qëllimet e tij të mira. Fjalët e fundit të Medes që e shoqërojnë deri në dalje, dëgjojnë si një profeci e frikshme. Shko, bëje martesën dhe do t'jetë e tillë sa do të doje të mos e kishe bërë kurrë.